Mirë, parlamenti shqiptar tashmë opozita vazhdon me avazin e vjetër, nuk e di si nuk arrit me që keni qenë dhe pjesëtarë e asaj opozite, po ka qenë krejt Nuk kam qenë edhe pjesëtarë e asaj majorancë. Majorancë, po të dyja. Megjithëse ka pas krejt pamje tjetër, kur keni qenë kryetari i grupit parlamentar, qoftë në opozitë edhe në majorancë. Pra kishte edhe keni qenë i vetmi që asnjëherë nuk në debatet e atij parlamenti as nuk keni fyr dhe as nuk keni fyr nga opozita apo opozita asaj kohe. Pra keni marrë një status dhe një qëndrim civil. Sot kjo opozit ose opozita djeshme ka arrit kulmin dhe unë mendoj që arrin ta kuptojnë ato që me këtë mënyrë, me këtë retorik, ato vetëm po bjerën gjithmonë më poshtë dhe në anën tjetër pozita duhet sillet kështu megjithëse ka një majorancë absolute. Sepse ato mbrëmë isha në bisedë me njës, po ja përmend emrin nga këto opozitës, edhe tha që s'po na bën Edi Rama. Edi Rama atë punë tash ka. Me është katarru politikisht tash. Ju pse e lejoni veten me shku? Spari do të thoya që parlamenti, kur unë kam qenë pjesë atë institucioni, edhe kam qenë me një pozicion shumë interesant, kam qenë dhe kryetar grupin opozit. Dhe kryetar grupin pozit. Dhe kryetar grupin pozit derisa unë shkova në presidencë. Jo, s'ka qenë kjo situatë. Ka pas debat shumë të fortë politik. Mund të thoja gjithçka duke ju përmbajt etikës, pra akuzat politike mund të ishin shumë të forta, por çështja e etikës komunikimit shumë rëndësishme. Ju flisni për veten tuaj, jo për gjithë grupin parlamentar. Grupi. Ose Berisha dhe atëherë ka thonë. Shiko, Berisha është Berisha dhe nuk orientohet nga kryetari i grupit. Po. Unë nuk po diskutoj për kryetarin e partisë, unë po diskutoj për grupin, frymën në parlament. Po, jo, ajo jam dakord. Dhe ti e di që ka 1000 mënyra që njeriu mund t'i thotë tjetrit maskara. 1000 mënyra. Ka direkt, siç e thuti. Dhe ka indirekt. Ka dhe indirekt, siç e po ta fut më fejll. Po, këtë nuk e di. Pra, problemi është që atje është parlament. Në rast se unë shoh parlamentin sot, që unë e shoh gjithmonë edhe më pak, s'kam arsye të shoh. Pra ka i shprehje ky vend, pra parlamenti të ofron ty pikërisht ato që ti s'ke nevojë. Pse duan t'i krijoj vetes një stres duke pa ata që nuk prodhojnë asgjë për këtë vend. Dhe kjo është arsye që unë herë mbas here i përgjigjem pozitivisht ftesave me ardhmë me shku në për studio. Po ka dy aspekte. Një aspekt lidhet me sjelljen e opozitës, që duket që është një opozit nervoze, i është largu kauzave që artikulohen në mënyrë elokuente nga njerëz elokuent. Ndoshta s'kan kauz? Duhet ta demonstrojnë. Por pjesa e majorancës, me aq sa unë shoh, ka shumë cinizëm mbrenda. Që vjen nga numrat? Nga numrat po dhe nga mënyra se si lideri i tyre e ka hedh si metodë sjellje, si mënyrë sjellje. Ka shumë cinizëm. Nuk ka pse të ketë majoranca cinizëm, duke përmend gjëra që s'duhet i përmendi. Edhe dyta, që është shumë e rëndësishme, parlamenti nuk ka shans që një deputet të kërkoj të flasë dhe mos i jepet e drejta. Vetëm në këtë lloj parlamenti ndodh kjo histori. Por edhe këta nga krau tjetër duhet të dinë që minutazhi që përcaktohet duhet të respektohet. Unë kam qenë, sikur se thash, kryetar grupit dhe kam mbajtur qëndrime në emër të grupit. Kam pas gjithmonë 10 minuta kohë maksimale për të folë. Në momentin që unë ndjeje që po binte gongu, unë aty e ndërprisja. Pse? Në rast se ti nuk e qenë gjendje, ti thush 10 minuta. Për 10 minuta ti nuk e për të thonë më asgjë.
Jo, e di pse kjo është. Se këto 10 minuta vetëm damkosin, shajnë dhe nuk japin një mendim. Të paktën Atëherë çfarë do thosh? Jam ke plotësisht drejt. Çfarë do thosh mas 10 minuta? Të paktën të jenë pak kreativ, ta shajnë tjetrin me terma analoge, por me se duket edhe fjalorin e kanë varfru. Jo, po se kanë pas që mos varfërohet duhet të kesh pas, kanë pas fjalor.